Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet për të ndalur tek zhvillimet më të fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Do ndalemi tek Parlamenti Evropian, i cili miratoi të mërkurën një rezolutë ashpër ndaj Serbisë, duke dënuar kështu shtypjen me dhunë të protestave qytetare, polarizimin e thellë politik dhe mungesën e transparencës në trajtimin e ngjarjeve tragjike që tronditën vendin, përfshirë këtu dhe masakrën e Novi Sadit, ku 13 qytetar humbën jetën. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Parlamenti Evropian miratoi të mërkurën një rezolutë ashpër ndaj Serbisë, duke dënuar shtypjen me dhunë të protestave qytetare, polarizimin e thellë politik dhe mungesën e transparencës në trajtimin e ngjarjeve tragjike që tronditën vendin, përfshirë masakrën në Novi Sad, ku 13 qytetar humbën jetën. Rezoluta e mbështetur nga shumica e grupeve politike në Strasburg thekson se klima politike në Serbi është përkeqësuar ndjeshëm, duke shndruar në një ambient ku gjuha e urrëties, propaganda anti-BE dhe narrativa pro-ruse dominojnë hapësirën publike. Eurodeputet akuzojnë qeverinë e Beogradit se ka ndërtuar një sistem të kontrolluar politikisht mbi mediat, institucionet dhe drejtësinë, duke shtuar ndësitë sociale dhe duke minuar procesin e demokratizimit. Në dokumentin e miratuar theksohet se përfaqësuesit më të lartë të qeverisë serbe, përfshirë dhe presidentin Aleksandar Vučić, kanë dështuar rënd në përpjekje për të përballur me të kaluarën e errët të Serbisë dhe për ndërtuar një kulturë të sinqertë pajtimi me fshinjet. Eurodeputetët kujtojnë se mungesa e reflektimit mbi krimet e luftës dhe glorifikimi i figurave të dënuara mbeten pengesa kryesore në rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Një nga pikat më të forta të rezolutës është thirrja për hetim të plotë dhe të pavarur mbi mënyrën se si autoritetet serbe menaxhuan protestat e fundit, ku përdorimi i dhunës policore ndaj qytetarëve dhe gazetarëve është dënuar gjërësisht nga organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Parlamenti kërkon gjithashtu që të gjitha personat përgjegjës për tragjedinë e Novi Sadit të dalin përpara drejtësisë, duke garantuar transparencë dhe llogaridhënie publike. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Jeton Alimi. Zoti Alimi, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Zoti Alimi, tani se me insertin që sapo dëgjuam së bashku, duke qenë se edhe Parlamenti Evropian pra ka miratuar rezolutën e ashpër ndaj Serbisë, a mendoni se tashmë po e braktis më në fund Bashkimi Brukseli presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić? Po, ashtu siç është pritur si që kemi thonë në intervista kaluar, se Vučić ka mbajt edhe karrikën me Bashkimin Evropian dhe me Rusinë, dhe është djegë ato që kemi thonë, ka dalë një pallë dhe mos e sigur, dhe kjo është një qërtim i madh apo një vërejtje shumë është e madhe me këto masa, dhe shpresoj të vi masa edhe më të forta kundrejt Aleksandar Vučićit dhe qeverisë të tij kriminale, po sidoqoftë besoj tash jemi në rrugë të bardhë të Vučićit, çdo ditë veç të shkurtohet edhe mandati, po edhe pozicionet që ka, dhe shpresoj të vinë një qeveri pro-evropiane dhe që bashkëpunon me SHABAD-in, Bashkimin Evropian, dhe jo me Rusinë dhe jo me Lindjen, siç ka bashkëpunuar Aleksandar Vučić dhe njerëzit e tij. E qartë, zoti Alimi, nga ana tjetër apo ekspozohet tashmë dhe fytyra e vërtet e regjimit serb, pra një autokreci pro-ruse në zemër të Ballkanit, dhe a mund të themi se Serbia është sot një kal troje pra i Kremlinit brenda Europës? Po, kjo kalet trojës mëse që ka qenë mëse argumentuar edhe më parë, për tash po del ashiqare kjo kalet trojës, si është Vučić dhe politika tina, dhe shpresoj të ketë hamendje belet të qetësoj pak gjakë dhe mësë të bëjmë viktima, pa marrë parasysh gjithaj gjenocid që ka zgjedhur politika tina e ish Jugosllavisë dhe Serbisë në këto vende Ballkanit Perëndimor, sidomos në Kosovë, shkatrimet gjitha ndena, dhe shpresoj kjo politikë e Vučićit të shkojë njëherë për gjithmonë dhe të bëjë vi qeveri tjetër, siç e tham, dhe të një shtetin pavarur sovran dhe të kemi një fshi të mirë, dhe jo të mundosh çdo natë ta dëmtojnë Republikën e Kosovës dhe institucionet e saj, e kanë të pamundur dhe nuk do dalin dot, dhe këto janë harvatit e tij të fundit, dhe si një lojtar i dështuar kundrejt Rusisë, besoj tash edhe shpinën ja ka kthyer Bashkimi Evropian, dhe kjo mos e dashme si ka ditët e numëruar apo muajt Aleksandar Vučić dhe politika e tij do të shkojnë në humner dhe do ta gjej fati i Zoran Xhinxhićit. E qartë, zoti Alimi, nga gjitha këto tashmë që po ndodhin në Serbi dhe mbas vendimit të fundit, a mendoni se po shndrohet tashmë dhuna në normë në Serbi, ndërsa shteti nga njëra anë mbron kriminalët dhe propagandën?
Po kjo janë të dyat, edhe kriminalet, edhe atë farë politikën, propagandën e vetë e mbron, e dim ata protest që është e studentëve që sa muaj dhe vëqishi nuk i konvenon dhe e dim që është fundi ti dhe e ki edhe erojat që kanë qenë në pjesëmarrës në rastin Banjska, sulmi terrorist që vra policion Afrin Bunjaku dhe edhe shteti i Kosovës, Republika e Kosovës, Prokuria Speciale e Kosovës kanë ngritur aktakus kundër grupit të Radojqiqit dhe vetë Radojqiqit dhe e dim shumë se ajo kanë mbikëqyrur dhe urdhëruar nga Aleksandr Vučić, komandanti suprem i tyre dhe besoj kjo mos e qartë dhe Vučići bën dëm edhe vetë popullatës vetë dhe me këto politika dhe shpresoj të vi fundi sa më shpejt dhe të gjitha ata studentë të kthehen në shtëpitë e vetë dhe të gjejnë një paqe atje se Vučići e përdor edhe ushtrinë, shërbimin e inteligjencës, të gjitha vetëm për ta ka reklamet, po besoj që kjo është e pamundër dhe veç masa ka shpërthyer në atë masë nuk do të ketë më asnjë marrëveshje, po vetëm në shkatrimin e tij total politikës dhe besoj që kjo është shumë shpejt të vijë në pa këtë që apethojnë ana dhe çdo studi tjetër televiziv, qoftë Shqipëri dhe në Kosovë. E qartë, zë Elimi, pse Bashkimi Evropian heshti kaq shumë pra për dhunën që ndodhi në Serbia? Mund të themi se ka qenë Brukseli tashmë bashkëfajtor në forcimin e regjimit të presidentit serb Aleksandar Vučić, sigurisht tu për hir të stabilitetit regional. Po, këto politika e Bashkimit Evropian janë më të ngadalësume dhe më të qeta dhe i kanë dhënë mjaft kohë Vučićit dhe ka pasur Vučići nuk do të zbrapse dhe pra politikat e veta mundohet mi qua andena Karusia Kalindja dhe besoj tashmë e ka pa edhe Bashkimi Evropian se Vučići është një kriminal i dështuar dhe ka mujtë të jep ato joshë si që kanë dhënë me litiumën e me aeroplanit Rafale nga Franca, po besoj ka qenë pa mundra me ato joshe, me ato karrota, po më në fund tash është bomirë se Bashkimi Evropian është binë që Vučići është një kriminal i dëshmuar edhe me politikat e vet, edhe kundër shtetit vet, e lere më kundër shtetit fshi apo Bashkimit Evropian dhe besoj që tash e din shumë mirë çfarë politika duhet përdor Bashkimi Evropian, e sidomos SBA dhe Vučići besoj që veç kur të marrë me vesh në ditë që është fati ti si Zoranit që kanë likvidu se këtë e kanë politikat të njëjta edhe të vetë Rusia edhe Serbia se në momentin që humbin gjithë ata i njëjnë sikur e kanë shitër kombin, por fatkeq ai politik i ka mbajt në këmbë dhe ato karrota i kanë shy me atë politik shekullit 19 dhe me urrejtje kundër shqiptarëve, se shqiptarët e kanë vendin e vet dhe UÇK ka luftuar vetëm e vetëm për çliruar vendin, dhe nuk ka luftuar për çliruar Serbinë në mesatin për shtetin e vet dhe këtë e kanë arritur bashkërisht me politikën e rregoze, me amerikanët dhe me NATO-n dhe kjo ju ka dhënë Al-Flakaresha fundit në 1999 dhe shteti Kosovë është i pavarur dhe sovran dhe besoj kjo është mos e qartë dhe këtu jemi ku jemi dhe Kosova ka rrugën e vet për Bashkimin Evropian në NATO dhe jo me në një shtet tjetër siç ka menduar Aleksandr Vučići mund të kthejë një ditë është pamundër të mendohet e leret veprohet, po si të shoh ja pra ajo rrethje e mbjellën nga politika e Vučićit ka dështuar qytetar dhe tash e ka pa edhe vetë fundin e tina. E qartë, zë Elimi, nga ana tjetër, a mundet që Serbia të ecë tashmë në dy drejtime? Pra, është ky momenti i kthesës ku Europa tashmë i drejtohet Serbisë ose me ne ose me Moskën? Po kjo është mëse qartë, kjo është flakaresht, ja thash merret të nderuar se kjo është politikë e qartë. O me neve, o me Rusin. Dhe tash Rusia e ka kuptuar që më në fund edhe Rusin vetë e ka tradhtuar Aleksandr Vučići, tash edhe kjo flakaresha e Bashkimit Evropian kundër Serbisë është mëse qartë dhe s'do koment. Dhe tash Vučići ka marrë vetëm rroga Bashkimit Evropian dhe Rusia se dim shumë mirë se as Rusia vetë se do me këtë politikë, po si të shoh tash bën në Horvatia dhe kalkulimet mund të gjejë ndonjë shtek, po e ka të pamundër vetëm rroga drejt Bashkimit Evropian dhe kthymja shpinë e Rusisë e pështon një platforme për një kohë shumë të shkurt, po jo edhe nga heqja e pushtetit njëre për gjithmonë. E qartë, por zë Elimi, pse Serbia glorifikon ende kriminalit e luftës pra ndërsa kërkon nga ana tjetër të hyjë në Bashkimin Evropian? A mundet të ketë integrim evropian në këtë rast? Po ky glorifikimi i kriminalëve siç është e mbushur Serbia dhe nuk i dorëzon qoftë rasti basi qoftë ato për
krimin që ka mon në Kosovë dhe Bosnë e Andena, i mban se edhe vetë është i zhyt Vučići ta dhe është në hipoteka, me të po shpejna kështu qëllëmesh me këtu vllazët ta në Shqipëri atje, dhe në momentin që i dorëzon ata kriminal dhe të bie edhe vetë dhe kështu mundohet harvatit e tina dhe mundohet të shty sa magat dhe besoj derisa të vinë një presion nga SBA që njerë po gjithmonë do të bashkëpunoj sa më mirë me Bashkimin Evropian dhe me gjithë institucionet qoftë me Hagën dhe të dorëzoj ata kriminal të dëshmuar që kanë bërë masakra në 6 vende Ballkan Perëndimor, në Sarajevo, po edhe në Kroaci, edhe në Kosovë në luftën e fundit, po besoj Vučići tash e den mirë çfarë ura duhet ndëtuar dhe e ka fundin dhe vetëm kjo rruga e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian mund ta shpëtoj po një kohë të shkurt dhe besoj tash Bashkimi Evropian i ka politikat e veta të gatshme kundra Vučićit dhe kundra Serbisë se çfarë duhet përdor dhe nuk ka këto asfar vend për glorifikime, po vetëm duhet të bashkëpunoj me sistemin juridik në Hagë dhe duhet të dorëzoj kriminalët që kanë bërë masakra dhe krime në Republikën e Kosovës. E qartë, mirë zëlim, ndikim tjetër inserë se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në Serbi dhe rikthehemi. Incidenti ndodhur para ditën e së mërkurës në Beograd ka tronditur opinionin publik serb dhe ka shkaktuar reagime të shumta politike. Sipas raportimeve të mediave vendase, ngjarja ndodhi pranë ndërtesës së parlamentit të Serbisë në zonën ku për javë të tëra ishin ngritur tenda dhe mbështetës së qeverisë, të cilët po protestonin në shim për krahjen ndaj politikave të presidentit Aleksandar Vučić dhe ekzekutivit të tij. Sipas informacioneve paraprake, një person ende i pa identifikuar ka hapur zjarr në drejtim të kampit të tendave, duke plagosur një qytetar. Pas së shtënave, flagët kanë përfshirë disa nga tendat, ndërsa dëshmitarët okular kanë raportuar për panik dhe shpërndarje të menjëhershme të turmës. Forca të shumta policore dhe ekipe zjarrfiksish janë dërguar menjëherë në vendngjarje për të shuar zjarrin dhe për të evakuar personat e pranishëm. Presidenti Aleksandar Vučić, i cili në ato moment ndodhe në një takim qeveritar, reagoi menjëherë duke cilësuar incidentin si akt terrorist. Mirë, Zëlimi, incidenti me armë para parlamentit të Serbisë mund të jetë ky tashmë sinjali i parë pra i përplasjes së madhe mes mbështetësve të Aleksandar Vučić dhe kundërshtarëve të tij. Po mos e qartë e ka paralajmëruar edhe vetë Aleksandar Vučići që do të vijë një situatë e tillë dhe njësia elitare saj më e mira që ka Serbia në dispozicion për këtë situata dhe situata tjera, besoj ky pjesëtari i sigurimit shtetënor e ka bua atë akt kriminal dhe ajo besoj ka qenë një pretekst dhe për ndezjen e aty në tendave dhe për të marrë masa dhe këtë njësia elitare dhe shërbimet inteligjense i kanë ardhur në ndihmë dhe e kanë arrestuar dhe besoj që aty ka prit vetëm edhe pak për të eskaluar situata, po e kanë marrë situatën në kontroll dhe besoj aty është dita ditës shoh ky person apo dikush tjetër do të vi fundi dhe do të përshkallëzohet situata dhe besoj që më në fund regjimi i Vučićit do të bie për tokë dhe është e mojt me dhunë, me gjithë njësinë inteligjense, me gjithë shërbimet ushtrin dhe policin, të gjitha njësit i ka të gatshme në dispozicion i përdor, po edhe vetë pjesëtarët e rastit Banjska, më veç i kemi po në media të instaluar si herojat ku rrin Aleksandar Vučići dhe besoj kjo është më e qartë se çfarë shteti policor është i Vučićit dhe Serbia dhe këtë besoj të gjitha ka vendin në burg se ata pjesëtarë e kanë vendin në burg dhe kanë bërë krime dhe do të përgjigjen para organeve ligjbatuese në Republikën e Kosovës në rastin Banjska, që është vrarë polici Jon Afri Bonjaku dhe besoj tash mos e qartë se Vučići bën kalkulim në dëm edhe vetë aty në pjesëtarëve se edhe ata duhet të ndjekin dhe kam ndjek se ka presionin edhe nga Bashkimi Evropian dhe nga SBA-së të gjithë kriminalët duhet të dorëzohen dhe jo të jenë të lirë dhe jo të bëjnë asnjë kalkulime politike në dëm popullsë atje pa marrë parasysh Vučići, po jo edhe popullata nuk janë kriminal, një pjesë e madhe ata që nuk ju kanë bitë Vučićit dhe e kanë pasur që Vučići është një kriminal dhe nuk mund të bashkëpunojnë me ta, sidoqoftë Vučići e ka fundin dhe të bie sa më shpejt për tokë, siç e don populli vet dhe gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimi Evropian dhe Amerikanët. E qartë, Zëlimi, pse tashmë çdo incident në Serbi përfundon me narrativën terroriste, pra apo e shfrytëzon pushteti retorikën e frikës për të shmangur kështu dhe hetimet e vërteta?
Po, kjo retorika për terroristë vëqishje përdor vetë si karem apo si alibi, pretekst si do të qoftë, besoj kjo është mos e qartë. Tash mundohet çdo formë tjetër të mbroj veten dhe të shpëtoj, po e ka të pamundur. Sa herë dhe do të thotë, politika vëqish nuk është e mirë as për vetë popullin dhe peshepi mban me presion me aparat shtetënor që nuk ka mujt si Kosovën 100 vjet me majt me aparat me dhunë e ka pas pa mundur dhe besoj kjo është mos e qartë dhe nuk do të lejohet, po si të qoftë kjo është politika e vëqishit, po si të qoftë besoj kjo është mos e qartë dhe nuk do të lejohet dhe nuk kanë me leju populli i Kosovës të përdoret për karram politik të Aleksandr Vučićit e gjitha e popullat për dhe institucionet atje sigurisë. E qartë Elimi, a mund besohet vërtet policia serbe pranë hetimin e një ngjarjeje që ndodhi sigurisht në afërsitë të parlamentit serb dhe a pritet të dalë ndonjëherë e vërteta apo do të ketë gjithmonë të mbulimit e hetimit me propagandë? Po kjo e fundit besoj që do del më në fund kur të bie regjimi. Dhe të gjitha ata persona përgjithësi që kanë shërbyer duhet të përgjigjen para ligjit të Republikës së Serbisë se kanë shërbyer një politikani Aleksandr Vučić që ka bë politikën në popullit vet. Se edhe me kushtetutën e Serbisë atë të gjithë popullet janë të lirë dhe fjala është e lirë, mund me protestu lirshëm. Dhe të gjithë ata policë, oficer, njësi elitare që kanë shërbyer Aleksandr Vučić kundër popullatës vet, duhet përgjigjen para organit zbatues atje dhe të marrin një aksjon meritus dhe nuk është dashur të shërbyhet dhe më mirë është dashur të lirohen nga detyra dhe mos i shërbej dhe mos i pranojnë ato politika, po ja pra ata kanë rënë në grackën e tyre dhe i kanë vazhduar me politika kundër popullatës civile aty në Republikën e Serbisë. E qartë, mirë zoti Alimi, për ta mbyllur sepse tashmë jemi në fund, pyetja e fundit, a do ta përdor presidenti serb Aleksandar Vučić pra këtë incident si një justifikim për të shtypur këtu për të pasur këtu edhe shtypjen e mëtejshme të protestave? Po patjetër këto e përdor mas mirë të shërbimit inteligjencë orkestrimi nga Aleksandr Vučić dhe koordinata që jep dhe besoj kjo mos e qartë dhe e ka përdor dhe ka me përdor apet. Dhe çdo situatë të tillë mund ta kthejnë në pozicionin e vet që të shet në opinion sa më mirë që janë pra pirun protestuesët, ata po na sulmojnë se kjo është e kundërta dhe besoj kjo është shumë është e qartë dhe populli e din kush është Vučić dhe politika e tij. E qartë, mirë zoti Alimi, kemi arritur në fund, faleminderit shumë për informacionin dhe për kohën tuaj. Nasi, faleminderit. Kënaqësia është e jona. Mirë, ishim me zotin Jeton Alimi, do ta mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë jemi sërish në aktualitetin e radhës.